Të hapësh dritare në mëngjes për ta ajrosur dhomën është e gabuar. Ja pse. Sa herë që dalim, duhet të tregojmë të kujdesshëm edhe me mbajtjen e ajrit të shtëpisë më të qëndrueshëm. Edhe gjithashtu shpesh personat që zgjohen në mëngjes menjëherë hapin dritaren, por ka disa këshilla të cilat duhet t'ia vleni t'i dëgjoni. Ekspertët tregojnë se nëse jetoni në qytete vërtet të mëdha, për shembull siç është kryeqyteti i Shqipërisë ose qytetet e tjera, duhet të dini disa sekrete. Mos u çoni menjëherë nga shtrati për të hapur dritaren, pasi kështu i gjithë smogu që ka rënduar gjithë natën ambientet përreth mund të hyjë brenda shtëpisë suaj. Tregoni të durueshëm dhe prisni derisa të ketë gjithashtu një kohë të caktuar pasi të dilni nga shtëpia, të hapni dhe dritaren për ta ajrosur dhomën. Kjo është mënyra më e mirë për të evituar gjithashtu rëndesat e smogut të tepërt që mund të hyjnë menjëherë në shtëpinë tuaj kur keni qenë në një natë të qëndrueshme në ambiente të rehatshme.